Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e sotme të gjend me shumë energji, por edhe me një ndjenjë të thellë dhe reflektimi. Do të ndjesh nevojën të tërhiqesh pak nga rrëmuja dhe të mendosh për prioritetet e tua, mos e nënvlerëso fuqinë e qetësisë. Në marrëdhënie, je më i hapur për biseda të sinqerta. Shfrytëzoje këtë për të zbutur tensionet. Demi. Sot mund të vinë lajme të mira në lidhje me punën ose një projekt që ka qenë në pritje. Ke duruar shumë dhe më në fund shfaqet një dritë jeshile. Në dashuri lër vend për surpriza. Një veprim i vogël mund të ndesë emocione të mëdha. Mos harro të kujdesesh për trupin dhe shpirtin. Binjakët. Gjatë ditës mund të ndjesh pak tension në ajër, por ti ke fuqinë ta transformosh atë në forcë krijuese. Një bisedë që ka kohë që e shtyn, sot do ta ndjesh atë dëshirën e madhe për ta folur. Je më i ndjeshëm se ç'dukesh. Pranoje këtë si fuqi, jo si dobësi. Gaforia. Dita mund të sjellë disa kujtime nga e kaluara, por kjo është një mundësi për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të shkuar përpara. Në marrëdhënie dikush i afërt mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde emocionale. Dëgjoj me zemër, financat kërkojnë vëmendje. Luani. Ke nevojë për pak më shumë balancë sot. Mos lejo që kërkesat e të tjerëve të largojnë nga qëllimet e tua. Je lider i lindur, por sot është dita për të dëgjuar më shumë se sa të flasësh. Në dashuri, një gjest i vogël i sinqert mund të sjellë afrim të madh. Virgjeresha. Fokusohu tek detajet, por mos humb pamjen e madhe. Një çështje pune kërkon analizë të thellë dhe intuita do të të ndihmojë më shumë se logjika në këtë rast. Në marrëdhënie je në një fazë ku kërkon sinqeritet dhe thellësi, mos u kënaq me pak. Peshorja. Energjitë e ditës janë harmonike për ty, je në elementin tënd dhe tërheq vëmendjen natyrshëm. Sot është një ditë e mirë për të bërë marrëveshje, për të riforcuar lidhje ose për të hyrë në një fazë të re në dashuri. Kujdes me vendimet impulsive financiare. Akrepi. Komunikimi është arma jote më e fortë sot. Bisedat që zhvillohen gjatë ditës mund të sjellin mundësi të reja, si në planin profesional, ashtu edhe në ato personal. Kujdes me fjalët në situata të ndjeshme. Të thuash shumë mund të keq kuptohet. Mbrëmja sjell frymëzim. Shigjetari. Një ide e re ose një ftesë e papritur mund të trazojë rutinën, por pikërisht aty fshihet mundësia. Sot është ditë për të eksploruar, qoftë edhe mendërisht. Në dashuri, liria dhe përkushtimi nuk e përjashtojnë njëri tjetrin. Ti mund t'i balancosh në mënyrën tënde unike. Britsjapi. Puna dhe përgjegjësitë të marrin vëmendjen kryesore sot, por një lajm personal mund të ndryshojë prioritetet. Mos harro se jeta personale ka po aq rëndësi sa ajo profesionale. Jepi vetes pak kohë për reflektim. Marrëdhëniet kërkojnë pak më shumë ngrohtësi dhe spontanitet. Ujori. Je i mbushur me ide sot dhe nuk mungon as dëshira për t'i ndarë me të tjerët. Shfrytëzoje këtë energji për të ndërtuar ura, jo për të ndezur debate. Në dashuri kërkon lidhje të thella mendore. Sot mund të gjesh dikë që rezonon me mendjen tënde. Mos i mohon ndjesitë, jetoji. Peshqit. Dita sjell ndjeshmëri të lartë dhe një prirje për të ëndërruar. Kujdes, mos harro realitetin ndërsa ndjek intuitën. Në marrëdhënie, thellësia emocionale që kërkon mund të arrihet sot përmes një bisede të sinqertë. Mos i fshin ndjenjat, ato janë pasuria jote më e madhe. Horoskopi në Top Albania Radio.